Apo vin pacientët dhe duan të duken si influencer konkret, apo si dua të jem si ky personazh VIP? Ka kërkesa të mëdha, do me thënë, jo vetëm e kanë analizuar personazhin VIP, por kanë arritur dhe kërkojnë karakteristika qoftë në fytyrë, qoftë në trup të personazhit VIP. Pra, nëse personazhi VIP mendon pacienti që është bërë i famshëm për vithet, ose për gjoksin, ose për buzët, themi me acid hialuronik, vetë ky pacient kërkon ose mendon që do ketë sukses nëse do zmadhoj vithet. Dhe një gjë që sigurisht ne po shikojmë në mënyrë shumë të rritur dhe në Shqipëri është një problematik madhore që është zmadhimi i vitheve me acid hialuronik. Nëse marrim Anglinë, në Angli nuk lejohet acid hialuronik në vithe, kurse në Shqipëri po e publikojnë në një mënyrë e sikur nuk do ndonjë gjë. Ka shumë ngjaku në zonën e vitheve që në momentin që ti vendosi acid hialuronik, mundet të kemë problematika madhore që është akoma dhe vdekja e pacientit në moshë të re.